Florian Zeka nga Gjakova është bërë personi i pari verbër në Ballkan që ka përfunduar me sukses një garë vrapimi malor prej 10 kilometrash, duke hyrë kështu në histori jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë rajonin. E këtë sukses vetë Floriani e konsideron se erdhi pas shumë vështirësish në përgatitje. Unë jam pozicionu në vendin e 135, edhe pse synimi im nuk ka qenë me konkurru me garues e tjerë, synimi im ka qenë vetëm me marrë pjesë dhe me përfundu në mënyrë të suksesshme. Me sa më kujtohet, diku rreth 1 orë 45 minuta apo 1 orë 50 minuta ako arrit me përfundu gjithë 10 kilometrshin. Edhe ka qenë shtegu shumë i vështirë. Ky rezultat nuk është vetëm një arritje personale për Florianin, por edhe një kontribut i rëndësishëm për përfaqësimin e Kosovës. Kjo më bën shumë të lumtur për faktin që kjo ndikon pozitivisht edhe në imazhin e Kosovës si shtet. Përveç asaj anës time personale, që jam edhe i pari dhe që e kam provu atletiken për të vepër e i pari në Kosovë. Floriani shpreson që ky hap historik të shërbejë si një thirrje për institucionet që të ofrojnë më shumë mbështetje për sportistët me aftësi të kufizuara. Vendet në zhvillim, atletët e verbër kanë edhe trajnerin e tyre personal, i cili paguhet nga shteti, nga ato skenat e tyre, po tek ne mungon ajo arritje, edhe uroj që ky vrapim im që të kontriboj edhe në institucionet që t'janë më përgjithshëm. Mos paragjykoni atë që nuk e njihni, aftësia nuk matet me shikim, por me shpirt dhe guxim, tha mes tjerash atleti Zeka.